Atëre. Po. Ju të tre jeni tre instancat në të cilët duhet kalojnë aplikantët që duan të marrin një vend pune në një kompani prestigjioze multinacionale. Instanca, instancë, ky. Jeni tre instanca. Unë jam instalacion. Albano je kryetari burimeve njerëzore. Kryetari, jo shefi. Çfarë kryetari? Mbi shefin apo nën shefin? Po je pak manjak. Shiko, ai është pak manjak në rol. Ti je drejtori i financës. Ha, faleminderit. Që punoj një siri që vit duhet kaloj njerëz tek ty, po ti je tradicional Genti. Je mbi parime të shëndosha familjare. Julie. Po. Ti je burimet artistike ose ata të cilët vlerësojnë sharmin dhe elegancën e punonjësve të rinj dhe je pak gay. Oh, plak sa po bona, hey! Okej. E kam frikë se më bëhet ves, jo për gjë. Thot populli leku shkon te leku. Lisa, una kërkon të përshtatet çdo lloj situate. Nuk bosh me dy herë, ta garantoj ne. Sot, Si ka mundësi mu? Qa po bënë? Ga shu fare, po i bia derës. Urdhro? Po i bia derës. Po i bia derë? Po, një sekundë, se kemi me qepen. Urdhro! Si e ne? Mirë? Po. Këtu? Pullu. Sit down, please. And shake the desk. Urdhro, jo, nuk dua të punoj me fshes. Jo. Mosu... Pse e kështu si desperado si? Pse nuk lirohesh? Lirohesh pak. Liro pak kështu. Let yourself free yourself. Okej. Shliro, zbërtheu se plase. Jo, faleminderit. Habi qik mbërthet s'ka. Qartë. Unë kam baruar ekonomiku, po në fundit për çfarë duhet shkolla sot, apo jo? Pikërisht, who cares? Kush i merr më femrat në punë për shkollën sot? Ashtu them edhe unë. Qa ti të bësh ti? Ti vetëm hap gojën edhe unë do bëj gjithçka. Vërtet? Fole kam fjalën. Dëgjoj. Sa vjeç je ti? Sa do ti që t'jem? Sa do në djesh? Po. Vërtet do bësh sa të mund? Bësh do të 81 vjeqe. Na do shamin e lidhura në kokë shumë. Ti heqës dhëmbët gjitha, ti vesh protezë që ti heqën. Pa tjetër që bë. E do të ha dhëmbët pastaj. E mora vëndin e punës? E more. Faleminderit. Po, tani? Faleminderit juve. Shiko, tani ke edhe 3 konkurse tjera për të bërë. Nga unë e more. Okej, faleminderit shumë. S'ka problem. Faleminderit. S'ka problem, vazhdo. Tjenë gjithë se ty e kam thjesht. Faleminderit. Ciao. Të dhëm kyçi, të dhëm? Jo, po i bia derës. E kemi me derë rrotulluse, zonjush. Më fal. Urdhë. Po, urdhë, ullu. Qa bon më? Hiqë me duart. Hiqë me duart. Okej, kuptova. Hiqë me! Se kam gru në shpi. Po, pikërisht është në shpi, kurse unë jam... Jo. Unë e gruejme jemi të lidhur. Me telepatike. Po dhe unë nuk dua që interkoneksion. Edhe unë nuk dua që të lidhemi, thjesht sa për punë. Goce, vëri gishtin kokës dhe mbylli këmbët se lenam. Kaq po them. Ullu aty. Qa keni kështu më? Qa problemi ke? Po jo, Gjaxhi, unë nga që e vërteta jam shumë budallaqe, po bëja një shaka. Familja mbi gjitha. Po pra. Puna, shkolla, unë kam bërë 2 mastera. Bravo. Edhe punë, shpi, punë. Bravo. Shkoj gjykundit. Madje punë, shpi, punë. Po, kalkarotja jam.
Tashi ne duam vajza serioze, vajza keni çik personalitet, se nuk ecë përpara me Kam shumë. Ashtu dhe. Personalitet. Mu më pëlqen ti vajzë. Faleminderit. Por me mend në kokë. Patjetër Xhaxhi. Ashtu do të lutem. Si këto plera që janë. Pra, se nuk jemi motel këtu. Po jo, nuk. Urime. No. S'kan. Okej. Ati faleminderit. Jo, Xhaxhi. Pra, shumë mirë. Jo. Urdhëro. Mirupafshim. Bravo. Oh, më në fund, njerë normal. Okej, bo mërgesh. Fal pak se e kemi me dritare. Fal. Si jeni mirë? Çka mirë? Unë quhem Lisa, kam mbaruar ekonomikun familja mbi të gjitha. Nuk I duroj dot vajza që puthe me vajza, meshkuj që puthe me meshkuj, që ka transgresivitetin, që ka shkatruar familjen, shoqërinë, bërthamra, atë që është më e rëndësishme. Nuk dua njerëz që tradhtojnë, që shkojnë me burra të tjerë, me gra të tjera, shtëpi punë shtëpi, edhe kalkarroce unë. Se na diskriminoni kështu. Se na diskriminoni kështu. Urdhro? Pse na diskriminoni kështu? Dua të puthem me një burr. Ua, po të puthesh, pse mos puthesh? Është e drejta jote. Të gjithë burra duhet të puthen vetëm me burra. Të gjithë maskarej. Ne të dy tani do vi me ty të dalim për shopping, të bëjmë thonjë të bashkë të dyja, të flasim dhe për meshkuj. Mire, more, po ik të shi. Në vërtet? Faleminderit. Kam shoqet ngushtë. E di edhe unë ty kam shokës. Faleminderit, mirupafshim. Puç. Yes. Okej. Cubi, dhe ti ke ardhur për vendin e punës, por je shumë kokforte. Qa bëni? Hiç. Ka Po më marrë thanë që për kishim punën. Shiko tani. Duhet dish diçka. Isha ti? Isha e fitove? mora, po. Wow. Por duhet t'jesh shumë e kujdesshme, që t'jesh e përgatitur. I pari është pervers. I pari. Hajtë bëj si bësh, do me thënë. Okej. I dyti pastaj... I theksuar. I tmerrshëm, i frikshëm. Okej. I dyti është tradicional, të do me kështu që familja, I tjetri është pak ndryshe, që kemi që bëre. Është pak gay, I pari super, i dyti, okej, treti. Ti është sukses, apo të presu jashtë dhe më thuaj, okej? Kam emocione. Kam ardhur për atë. Për kë? Për vendin e punës. Qetëso, goce, qetëso. Dëgjo. E di, vjen pra... Jam gati. Gati, e di. Vjen pranvera. Sezona e shumimit. Ju bie qinja velprave. E ti është nëna aty që thërret. Po s'bëjti që ka rrike, pësem. Se të silë do të thëmë përdojë këtu. Ku je këtu, moj? Në Hollandi këtu, në Amsterdami këtu? Jemi institucion shtetëror këtu. Okej, kuptova. Goce, Kuptova. gishti kokës dhe? Kryq këmbët, kryq. Okej. Ashtu, X. Interesant. Kësë kur duhet ishte perverse. Një sekundë. Perverse, ky duhet ishte ai tradicionale. Mirdita, Xhaxhi. Mirdita. Kam ardhur për atë punën. Për cilën punë? Unë kam mbaruar 2 fakultete, zotroj 3-4 gjuhë huaja. Ti pas ke mbaru me gjitha me gocë. Po, të gjitha 10 ai kam mbaruar, Xhaxhi. Jam shumë e kujdesshme me njerëzit, natyrisht e respektoj familjen deri në maksimum, padyshim që familja është e shenjtë. Edhe unë mentoj që familja është e shenjtë. Gjithashtu. Por rrugët janë të pafundme dhe ne mund të eksperimentojmë.
Okej, gjithsesi nuk... Dakor, gjithsesi, jam shumë tradicionale në marrëdhënie, natyrisht që i urrej këto gjërat e reja që kanë dalë tani me shkujt, femra, këto gjërat kështu, me shkujt, femra... Nuk të pëlqejnë, ë? Gjërat shumë të ndyra janë, natyrisht janë gjëra shumë të ndyra. Shiko se do marrë telefon dike dhe do të fusin brenda në burg pastaj. Urdhra? Ne na mbron ambasada, e ditë? Më falë se Dim nga zyra shpejt. Shpejt! Po jo nuk e kisha... Moj, qelë besirë! Po jo nuk e Pervesh! kisha... Dibet! Wow! Wow! Qaj shumë... Kuj treti duhet ishte aj gej. Okej. Shpirti... Aman, se vetëm tina po kalova të merë, kam kaluar 2 persona që nuk duhet ishin ata dhe ishin krejt kundër nga ata që sa më thonë, pritë regullin që krejt që pejta. Po mirë, zhvishu pak shumë, sa mërë me kështë. Se... Ndro, fresko. Shiko, po dridem, nuk e di se që... Ma dje ndjem pak, dëgjo, do më fërkosh pak, ndoshta se di se kur e kam kapur keq edhe këtë qafën. Kemi një këshu aty mbrapa, shtriu zhvish të bëj një masazh. Më falë. Të kënaqesh. E kam e gjithë më. Jo, një sekund. Oh, një sekund se... Kam vetëm një kërkes. Sa vjeç e ti? 25. Bësh do të 81 vjeçe. Më falë se ishte një... A moj gjashme me loj, vë një shamik që si gjyshja ime se... Qa janë këta? Qa erdha, tu ishte të meri. Pse? Asnjë nuk ishte ashtu siç më the, ishim gjitha gjërat Ike vlla, qa. S'është vërtet. Ai treti që duhet ishte me Demek, ai, ishte... Ai ishte... Erblin, vendi punës kërkon dhe sakrifica. Po, që mi se mëra ishte si ne. Po, si ne. Qa si ne? Ishte... Si ka mundësi? Si ka lutë? Mërdita. Ka marrë për atë vendin e punës, për intervjisën? Ti ke mërë ta marrë, me siguri. E mora? Po. E mora vendin e punës, vërte? Ka një 2 gej aty ti mund të merresh vesh, plagoj, se goca s'donë. Gej? Po. E ketë sigur, po ikë. Sukseso. Të prifte mbara. Mirëdita, zoti Ylber. Më falë, në qoftë se jam pak harbut, por vrava pak thojnë, shikoje. Por qënë, Urdo. ty të pas kanë qenë mimozat para kohë. Hiqe dorën po të them, se mos më detyro të vënd dorën në ty. Hiqe dorën po të them. Pse? Hiqe dorën se jam edhe me grip. Të ngrita temperaturën? Hiqe mërë dorën po të them se jenë zyrat e shtetit, do në dyrësirë. Unë kam marrë për punë këto. Ore, qelë besirë! Nuk është e shtu si që me do Një sekund, të pas me muzaj. Tani edhe me Kasmirin, shko dhe me Shesa i unë, edhe pirthu nga jeta ime. O quni, sa vjeç e ti? Mund të bëhem dhe 81. Oh? Po. Haj me mua.